Gjërat e uryera, do të thonë gjëra që nuk janë haram se të kushtet, por parafërsisht u kuptua se e kundërta e kushteve, do të thonë është haram. Plotësimi i kushteve është obligim, e kundërta është haram. Do të thonë nuk lejohet që mos ti plotësosh kushtet. Ndërsa sa i përket mekruhateve, gjërave të uryera, që i thonë mekruh, do të thonë terminologjinë e shariatit, prej tyre është ngritja e tepërt e zërit. Shumë bëj dua mirë, po duke ngrit zonin shumë lart. Kjo nuk bën, nuk është e pëlqyeshme. Siç ka thonë pejgamberi alayhis salam, ju kur lutni, nuk e lutni dikënd i cili nuk dëgjon, po e lutni Allahun i cili dëgjon çdo gjë. Andaj mos e ngritni shumë zërin, po le të jetë zëri mesatar, domethënë. Le të jetë zëri mesatar. Madje këtë e përmend edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlart, kur e urdhëron të dërguarin e tij, pra që ta mbaj zonin mesatar gjatë lutjes, dhe mesataria është e pëlqyer në çdo gjë. Domethënë feja Islami është feja e mesatarisë, në mes të dy ekstremeve. Më thonë nuk është mirë që njeriu kur ka mundësi t'i lëviz buzët dhe të bëj pak dua, nuk është mirë që të ri kështu edhe të bëj dua veç me mend. Po mirë është t'i lëviz buzët, se ka mundësi. Mirë, po nuk duhet edhe shumë të piskat, do me thonë shumë të ngrit zërin, sepse dhe ajo nuk është respekt pra. Nuk është respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, po do të mundohet që duaja e tij të jetë në mes, as shumë zëri ngritur, po as pa zon hiç, po duke i lëvizur buzët pra. Hoq, në fund, a mund të na cekni disa këshilla për bërjen e duas? Para se t'i përmendim këto këshillat, pra janë edhe disa gjëra të uryera të cilat haruam t'i përmendim më herët. Tjetër është për shembull që njeriu nuk është e pëlqyer, është e uryer që njeriu ta mundoj vetveten gjatë duas. Për shembull, dikush mundohet që patjetër duaja të jetë në formë të poezisë, që të ketë rimim fjalët ose të zgjedh fjalët më të mira. Nëse kjo e mundon njeriu, pra nuk është i tillë, nuk ka mundësi e mundon, atëherë lutet me çato fjalë të cilat ai i din. Ose për shembull dikush nuk e din gjuhën arabe, dhe kur i thot disa dua që janë transmetuar në gjuhën arabe, i thot gabimisht, atëherë i themi thuaj në gjuhën shqipe. Pra, lutë Allahun subhanahu wa taala në gjuhën shqipe, sepse lejohet. Nuk e ke patjetër që ti thuash në gjuhën arabe nëse ajo të mundon, nëse nuk e din. Po ashtu nuk është e pëlqyeshme që dikush ta teprojë dua. Do të thonë të kërkoj gjëra të cilat Allahu, do të thonë në ligjet e kësaj bote nuk ja ka mundsu njeriu. Ndoshta shembulli është pak banal, mirë po që të kuptohet. Dikush për shembull të thojë dua të kem krah, sikurse zogjë edhe të fluturoj. Allahu e ka bërë që njeriu mos ta ketë këtë në këtë botë. Edhe tash ta bësh këtë lutje edhe 20 vjet është diçka e tepërt. Do të thonë bën lutje mirë po në ato kornizat të cilat Allahu ty, do të thonë ti ka lejuar. Po ashtu nuk është e pëlqyer pra që dikush bën dua për shembull 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 1 javë, pastaj e le. Mirë është që bësh dua deri sa të kryhet ajo çështje, ose deri sa ta kuptosh se një gjë e tillë nuk është hajër për ty. Do të thonë deri sa ta kuptosh se nuk është hajër, ose deri sa të kryhet ajo punë, vazhdo me duan. Vazhdo me duan, mos u dëshpro, sepse Allah të shpërblen, siç e përmendëm më herët, ose të mbron nga ndonjë e keqe, ose e lën shpërblimin për në ahiret, kur do të shpërblej për atë dua.